coming to you with an important news bulletin. This has been the news. Now to you. Everybody when he's walking in the street. He never can stop laughing. He says he's never tried. But once he did arrest a man and laughed until he cried. Robert. Në fakt nuk isha ndërmend të flisa fare, më thënë vërtet. Ti pita i Lolotin, shiko pita i Lolotin shijohet si çaj është i mirë se mbas edhe të zbutet. Jo, nuk isha ndërmend të flisa sepse vërtet që kam pak ethe. Por në fakt këto janë situata që mua më emocionojnë shumë veçantisht sepse unë jam jashtëzakonisht i ndjeshëm kur vjen puna te trashëgimia jon, kupton? Donc të vlerat që kemi ne si kom që fatkeqësisht nuk po i promovojmë dot. Don ka jashtëzakonisht pak politika domethënë për të mbështetur të trashëgiminë që kemi neve dhe ka politika e inekzistente për ta financuar fare. Domethënë kjo gjë unë e bëj kritik sepse është një gjë e vërtetë,
Por, megjithatë, do të them që unë e mora atë që desha nga ky moment, u plotësova, u udhtova pak në dekatat e majit, sidoqoftë janë emocionet, pavarësisht se si organizoheshin, ideologjia ishte brenda, në faktori kryesor, këtu jemi të zhveshur nga ideologjia, jemi me emocionin e sotshëm, edhe me përpjekjen për të cilë diçka, domethënë, nga e kaluara. Kështu që ju jap një puthje. Sa pikëshe ishte kjo puthje? Kjo puthje ishte 8 pikëshe. 8 pikëshe. Faleminderit. Valbona? Po Erion, është një nga performancat që kam parë të kërcesh vërtet me shpirt. Përveç që kjo këngë është, ky lloj kërcimi është i mrekullueshëm dhe është një nga kërcimet e preferuarat mia, se është shumë me personalitet, është një kërcim me shumë personalitet. Nuk e di pse, unë kështu e shoh të fortë. Një mashkull më kujtohet, du të më kujtohet Albi, kush e ka kërcyer? Besim Zekti. Mbaj mend, jo, e kam më kërkoj ndjes, nuk më erdhi emri pavarësisht se e dua shumë atë kërcimtar. Kur ai kërcente dhe unë isha e vogël, më vinte të qaja kur shikoj atë. Po ai impresionin e kam pasur më shumë tek mashkulli në këtë kërcim. Ka shumë potencë, më pëlqen. Dhe atë e pash këty, pra se ke unë, më vjen mirë që se ke humbur. Magnifik po më, rosh. Më vjen mirë që se ke humbur shpirtin shqiptar, edhe pse ke kaq vite që je larguar. Kem pak hije nga Besim Zekti, është kënaqëri për mua. Faleminderit. Albi? Nuk erdhi mirë si kërcim, ja. Dhe për të korrigjuar nuk është vallë e tropos, por është vallë e logut. Është një vallë e krainës Marcisë Madhe. Pak rrezik për momentin dhe për të shëruar, por teknikisht nuk erdhi mirë dhe ngritje e kupton vetë pse. Dhe prapë unë po them tash që unë mërzitem kur gjërat nuk i marr, edhe pse meritojmë t'i marrim të gjithë. Ajo ka bërë shumë mirë dhe finalen e vallës me ato piruetateke, sot nuk e di pati luati dhe mund vjen keq që ngriti jep veten. Megjithatë unë prapë them ngrit që ti je me fat. Dhe di pse me fati? Sa ty në krake Erionin. Çfarë shikimi ngriti? Prit. Dhe pse Erioni ka në krah Alketën. Dhe sa Alketa më ka përballë tash mua, dhe pse unë do t'jap një 8. Vjet jena për Bertit dhe unë pastaj, po vazhdojmë këtë rrethin. I bie që ju jeni afër Bobit, Bobi afër Bertit dhe pastaj Rreth për qark, globi rrotullon. Berti ka kënduar ato më duhet. Valbona pikët e dashur, Valbona. Arti Gjebrea. S'është Gjebrea, është Tukiçi. Po i thosha Berti që po të pi 3 Tylon Hall, nuk është se do shërohet për njerë, se do t'i pi të 3-ja. Jo, ai mori dhe neve. Do t'i pi se unë jam me vërtet me zor por po këta nuk e pinë, kështu që më mirë pi vetë. S'ka në që të keqe. Jo, thjesht po më kujdesesha Berti. Maksimumi do flej gjumë këtu Alketa. Maksimumi do afus gjumit tu në tavolim. Prish pun kjo. Absolutisht, në qoftë se shtylla jote kurrizore akomodohet aty do ishte madje shumë interesant. Është shumë zen, më pëlqen kështu. Suport druri. Natyrale. Sa më afër natyrës aq më mirë. Absolutisht. Valbona pikët. Nuk Jo, e di pse do shkoj lart këtë radhë, sepse po më lëni ta vendos vetë, se pastaj do thonë që ja dha sepse i than këta. Prej Erionit sot e keni një 10. Wow.